ka sekuestruar 30 kg marijuanë dhe ka vënë në pranga në flagrancë poseduesin e lëndës narkotike dhe një shtetas tjetër. Operacioni është zhvilluar pasi shërbimet e policisë kufitare të stacionit të policisë kufitare Kakavi kanë marrë informacion në rrugë operative se një automjet tip Benz që drejtohej nga një shtetas që ishte emigrant në Selanik në Greqi do të transportonte lëndë narkotike në drejtim të shtetit grek, por nuk dihen me saktësi targat dhe të dhënat e tjera të drejtuesit të automjetit. Mbi bazën e këtij informacioni, policia kufitare e Kakavijës ka përforcuar shërbimet dhe ka rritur kontrollin kundrejt të gjithë shtetasve dhe automjeteve që lëvizin në drejtim të shtetit grek. Rreth orës 5:30 të mëngjesit të ditës së diel në pikën e kontrollit në Kakavi, është paraqitur shetasi Ilir Lalaj, lindur dhe banues në Frat Arfieri, i cili drejtonte automjetit tip Benz me targa greke BON 5112, ku ka paraqitur dokumentat për të marrë vulën e daljes. Në momentin që punojësi policisë kufitare ka kërkuar këtij shtetasi që të hapte bagazhin dhe dyert e pasme të automjetit për të ushtruar një kontroll, ky shtetas është munduar të josh punojësin e policisë kufitare, duke ofruar një shumë të konsiderueshme lekësh me qëllim shmangjen e kontrollit. Ndodhur në këtë kushte, punojësi policisë ka kërkuar ndihmë dhe menjëherë forcat e policisë kanë prangosur drejtuesin e automjetit si dhe një shtetas tjetër që ishte pasagjer me të. Më pas në prezencë të drejtuesit automjetit nga ana e policisë kufitare është ushtruar një kontroll i imtësishëm në automjet, ku rezultoi se në brendësi të ndenjëse së sediljes së pasme u gjetën dhe u sekuestruan 14 pako të mbështjella me letër natriban me peshë 1 kg, ku brenda tyre kishte lënë të dyshuar narkotike marijuanë. Kontrolli ka vijuar më tej, ku në brendësi të mbështetëses së sediljes së pasme u gjetën dhe sekuestruan edhe 8 pako të tjera me lëndë narkotike. Gjithashtu nga kontrolli rezultoi se në pjesën metalike ku vendoset mbështetësja e sediljes së pasme, u gjetën dhe sekuestruan dhe 7 pako të tjera me lëndë narkotike. Kontrolli ka vijuar dhe në pjesën e poshtme të automjetit, ku rezultoi se poshtë mbrojtëses plastike të tubove të naftës, u gjetën dhe 2 pako të tjera me lëndë narkotike. Në përfundim të kontrollit, rezultoi se në këtë automjet u gjetën dhe sekuestruan gjithsej 30 pako me peshë 1 kg secila, gjithsej 30 kg marijuanë. Specialistët e sektorit kundër narkotikëve në drejtorinë e policisë së qarkut Gjirokastër menjëherë kanë bërë shoqërimin e drejtuesit të automjetit edhe të shtetasit tjetër që ishte me të së bashku me provat materiale për në ambientet e drejtorisë së policisë së qarkut Gjirokastër për veprime të mëtejshme më të specializuara. Pas një pune profesionale dhe procedurale të bërë nga ana e specialistëve të sektorit kundër narkotikëve në drejtorinë e policisë së qarkut Gjirokastër, u arrit të zbulohet se ky shtetas lëndë narkotike kishte blerë në Fier dhe do ta çonte në Selanik. Po nga veprimet e parahetimore rezultoi se shtetasi Hekuran Mukaj, i datëlindjes 1988, lindur dhe banues në Fier, emigrant në Greqi që ishte pasagjer në këtë automjet, kishte dieni dhe implikim në trafikun e lëndës narkotike dhe për këtë u bë dhe dokumentimi me provat ligjore. Nga ana e specialistëve të sektorit kundër narkotikëve në drejtorinë e policisë së qarkut Gjirokastër, u bë sekuestrimi në cilësinë e provës materiale i automjetit dhe i lëndës narkotike, i sasive të lekëve prej 500 euro dhe 400.000 lekë shqiptare. Materialet i kaluan prokurorisë së krimeve të rënda Tiranë për veprime të mëtejshme për veprën penale të trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike, kryer në bashkëpunim, vepër kjo e parashikuar nga neni 283A